Bashkëshortja e këngëtarit të ndjerë Shpat Kasapi, Selvie Jao, ka reaguar publikisht përmes një postimi në Instagram, duke dhënë një sqarim të rëndësishëm lidhur me kujdestarinë dhe mbështetjen për djalin e tyre, Roelin. Në deklaratën e saj, Jao thekson se është kujdestarja e vetme ligjore e të birit dhe se prioriteti i saj absolut është mirëqenia dhe siguria e Roelit. Ajo ka bërë të qartë se çdo vendim që lidhet me djalin është marrë dhe do të merret gjithmonë në interes të tij, duke shmangur çdo keqkuptim apo spekulim publik. Reagimi i plot i Selvie Jaos në llogarinë personale të Instagramit. E bëj këtë deklarat për të vetmen arsye që të theksoj se jam kujdestarja e vetme ligjore e Roelit. Edhe pse babai i mungon dhe do t'i mungoj gjithë jetën, unë si nën e kam prioritet absolut të kujdesem për të në çdo aspekt të mundshëm, derisa të kem forcë dhe jetë. Për transparencë dhe për të ditur se kujt duhet t'i falenderohem, po e ndaj këtë publikisht. Nuk dua që asnjë mbështetje të shkoj pa u falendëruar nga ana ime, por gjithashtu nuk dua që askush të përfitojë në emër të Roelit, pasi Roeli e ka llogarinë bankare personale. Ju faleminderit shumë.